Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Bëni këtë mas një herë në ditë dhe lëkura juaj do të duket sikur jeni 20 vjeç. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohë kryesisht tek zona e syve, gojës dhe qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe duhani. Rrudhat munden që të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime. Në këtë video, ju do të mësoni disa prej kurave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaji i arrës të kokosit. Me këtë vaj, ju mundet që të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit, ju mundet që ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës të kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mundet që t'i blini në farmaci dhe t'i përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe gjithashtu duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzini një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini atë me ujë të vakët. Këtë maskë ju duhet që ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës gjithashtu ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe e vendosni në lëkurë. Prisni sa të thahet dhe më pas shpëlajeni me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe gjithashtu zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados mundet që ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë 2 herë në javë. Avokado zbut rrudhat dhe i jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Përzieni një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Xheli i aloe verës është një burim i pasur me vitaminë E dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzini sasi të barabarta të mjaltit dhe lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për 10 minuta. Lëngu i limonit gjithashtu përmban vitaminë C dhe nxit formimin e kolagjenit që zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzini një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkojeni lëkurën me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojeni atë si një maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Soda e bukës heq qelizat e vdekura dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Lëkura reflekton natyrën tuaj dhe është pasqyra e asaj se si ju ndiheni. Të kesh lëkurë të butë, të re dhe njëkohësisht pa rrudha është një ëndër pothuajse e çdo femre. Botoksi është i njohur për të gjithë, pasi përdoret nga shumë të famshëm për të ruajtur pamjen e tyre, por fatkeqësisht ky trajtim nuk është i lirë dhe vetëm disa femra mund ta përballojnë atë. Për më tepër ajo është e përbërë nga shumë kimikate të dëmshme që mund të shkaktojnë efekte të shumta anësore, e cila është një tjetër anë negative e botoksit. Në këtë video ne do të paraqesim një ilaç të mrekullueshëm i cili do të bëjë rrudhat e lëkurës
më pak të dukshme dhe gjithashtu do të ndihmojë me ngadalësimin e procesit të plakjes. Rezultatet gjithashtu do të jenë të dukshme vetëm pas disa përdorimesh. Të gjithë përbërësit janë të lirë dhe njëkohësisht të lehtë për t'u gjetur dhe ju ndoshta i keni ato në kuzhinën tuaj. Kjo është një maskë e bërë në shtëpi e cila do ta bëjë lëkurën tuaj të jetë e shëndetshme dhe më e butë dhe gjithashtu do t'ju ndihmojë të dukeni të freskët, të rinj dhe plot energji. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 5 lugë lëng të freskët dhe organik karote. Bëjeni vetëm me një shtrydhë të frutash dhe perimesh, një lugë gjelle miell mistri, një lugë gjelle salcë kosi. Përgatitja: hidhni 100 ml ujë në një tenxhere dhe shtoni aty miellin e mistrit. Vendoseni tenxheren në sasi të nxehtë mesatare dhe e trazojeni derisa të jetë koha kur përzierja të bëhet e dendur dhe uji të reduktohet. Vendoseni me një anë derisa të ftohet, pastaj shtoni lëng karote dhe salcë kosi në të. Trazojeni mirë derisa të keni efekte të pabesueshme dhe të merrni një masë homogjene. Së pari, pastroni plotësisht fytyrën. Aplikojeni këtë maskë të pabesueshme në lëkurë dhe lëreni të veprojë për plot gjysmë ore. Më pas, shpëlajeni atë me ujë të vakët. Nëse ju përgatisni një sasi më të madhe, mos e përdorni pjesën tjetër, por siguroni që ta ruani në frigorifer. Aplikoni këtë maskë për 3 deri në 5 herë në javë për të marrë rezultatet më të mira. Kjo maskë me të vërtet do të hidratojë fytyrën tuaj dhe gjithashtu do të eliminojë të gjitha gjurmët e lodhjes. Minimizoni pamjen e rrudhave, rrathet e errët dhe ngjyrës të pabarabartë. Provojeni tani këtë maskë dhe rezultatet do t'ju habisin. Lëkura do të ketë më pak rrudha dhe ju do të dukeni 20 vjet më të rinj. Gjithashtu këtu do t'ju njohim me recetën e cila zhduk rrudhat në fytyrë. Kremra dhe produktet anti-rrudh janë zgjedhja e parë e shumë grave për të shmangur rrudhat, por këto produkte nuk janë të vetmit. Në vend që t'i luftoni rrudhat me kremra shpesh të kushtueshëm apo me operacione kirurgjikale, përse nuk provoni produktet natyrale? Është zbuluar që disa produkte ushqimore ndihmojnë për të luftuar rrudhat në mënyrë të natyrshme. Ne këtu do t'ju sugjerojmë disa metoda tepër të efektshme dhe natyrale. Veza: ndani të bardhën e vezës në një tas, masazhojeni këtë përbërje mbi lëkurë dhe lëreni të thahet për të paktën 15 minuta. Më pas shpëlajini me ujë të vakët. E bardha e vezës përmban vitamina E dhe B, efikase kundër përmirësimit të membranave qelizore dhe për mbrojtjen nga rrezet ultraviolet. Vaji ulliri: tashmë njihet për karakteristikat e vajit të ullirit për të ndihmuar lëkurën të qëndrojë e butë dhe e mbrojtur. Provoni që ju të masazhoni lehtësisht disa pika nga vaji në fytyrë përpara se ju të shkoni të flini dhe e mbuloni atë me një peshqir të butë. Masazhi anti-rrudh: merrni pak pambuk, ngjyeni me tonikun tuaj të fytyrës dhe përdoreni për të masazhuar disa minuta fytyrën tuaj. Përqendrojeni masazhin në zonat kritike për rrudhat, si për shembull rreth zonës së syve, ballit dhe qafës. Nëse ju dëshironi të shijoni një moment relaksimi, ju duhet të konsultoni në një qendër shëndetësore estetike dhe të përfitoni një trajtim relaksues për fytyrën. Lëngu i limonit: prisni një kokër limoni në gjysmë dhe masazhojeni një pjesë mbi rrudhat e fytyrës. Aciditeti i lëngut të limonit e bën lëkurën më të lëmuar dhe zvogëlon shfaqjen e rrudhave. Nëse aplikoni të freskët, limoni ndihmon edhe për zbardhjen e njollave të lëkurës falë përmbajtjes së acidit askorbik. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit
që e pa të videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.